Veç para me me kon viti 1946, ku Evropa sa ka dal pe lufte e gjendja u kon për shesh me lesh, mu qu me thonë, Kom një ide. a organizojna gara me kire. Ta shtrohet pyetje e stereospases pse. Sepse adrenalina u kon natë ko ma lirë se terapia. Gara me kere ka pas edhe ma herët që unë qujt Grand Prix, që do me thonë çmimi i madh. Ama zyrtarisht në vitin 1950 ka linë Formula 1. Edhe gara e parë u majt në Angli në Silverstone, ku përveç se unë konë 200.000 shikus që kanë ardhur me ngu zhurmë e me një erën e vaj djek, e pranishme u konë edhe mbretresha Elizabeth që u konë e para në histori që ka hongër fara tu për cilë sport. Kampionatën e partë Formula 1 e ka fitu legjenda Giuseppe Farina me Alfa Romeo, edhe pse ka pas ma shumë gell në kry se keri kuaj fuqi. Nashta përdo nuk është në farë sport interesant me një 2 orë të bo Amo kur e kupton është kogja interesant, se nuk është veç musil në rreth, po është një mix i teknologjisë mak përsosun, shpejtësis, strategjis edhe adrenalin. Aty hen me 270 km/h në kthesa që do me thonë e ki një presion prej 4 deri 5 G. Forca G do me thonë 1 G është presioni tërheqjes trupit ton për toke, e 5 G do me thonë 5 fishi i peshës tonde. Për shembull i ki 70 kg që me 5 G i bjen 350 kg, do me thonë të shtypin forcat 5 fish. Sikur me hyp në kësil Luna Parka, veç që në formule ki 5 fish maron edhe dosh me duru gati 2 orë. Do me thonë është shumë sport ekstrem edhe non-stop dosh më koni koncentrum. E këta pilotat janë të shtru për to forca që ata e kanë qafën ma trash se beli i femnës vet. Për pos anëve pozitive, ky sport ka dhe anë negative. Se kanë ndodhur shumë ndeshje që kanë hup jetën pilotat. Një prej rasteve më tragjike është në vitin 1994, ku ka dek kampioni 3 fisht Ayrton Senna në Imola të Italisë me 200 km/h u përplas për muri për shkak një defekti që ka pas kerri. Edhe pse e kanë jetën rrezik, adrenalina e madhe vazhdon mi majt motivum për me vazhdu këtë sport edhe me mri ondrën e kampionit. Tash po m'intereson komente sa pe juve e përcjellni këtë sport, edhe a ja kish vlej me bo kontent këndrejtim me komentu sezonën 2025. Peja.